Nuk ja dolëm të antarësohemi ende në Këshillin e Evropës, po qalojmë edhe drejt njohjeve të reja, pra, për çfarë presidenti po flasim? Para punës, për mu ka qenë shumë e rëndësishme të kuptohet se stabiliteti institucional dhe balanca demokratike e Kosovës nuk kupton që të mos vihen gjitha institucionet në kontroll të një partie politike, për mos me thonë ma thjesht të një individi. Dyta, ka qenë e habitshme se si një qeveri që i ka 51%, në demokraci kër i ki 51%, e ki 100% të qeverisë, pra kër i gjithë qeverinë. Nuk ka rrinë gjej vullnetin për kompromis minimal, por ka një apetit të pashpjegueshëm për kontroll gjitha institucioneve. Dhe kjo më shbët ditur që në takimet e para. Që në takimet e para? Që në takimet e para, kur kërkoj një president, se mund të parafrazoj paka shumë, që mirët me binjakizimin e shoqatave të zjarfikësve. Këto vërtet janë folur, se nga njerë më kërëshin si figura. Jo, këto janë përmendur shoqatat si zjarfikësve. Po një president që merret me binjakizimin e shoqatave të zjarfikësve, më thash po lejat shoqatat zjarfikësve me gjithë respektin e kemi kryetarët e komunave për atë punë. Ka kush mirret me zjarfikës, le të mirremi me një president që na përfaqëson ndërkombëtarisht. Dhe një të në kohë më është bëhet qartë se ka vazhdimisht tendencë për kontroll të pozitës partijake. Pra, një president i dëgjueshëm. Tani e kuptoni sot nga kjo perspektivë, sepse më fjalët tona janë të thëna e konsistente në vazhdimsi, por tani dhe ata po pranojnë qëllimin që se kanë pasur që as ta mbështesin vjosën për presidente, as më pak gjejnë konsenzus për këtë punë. Pra, i gjithaj teatri dramatik, i nënshkrimeve, i datave, i ngjyrave, ka qenë pjesë e një skenari fajsues ma tepër, si arsye për të shku në zgjedhje për të pas një kauzë, cilën e kuptova, por u dëshprova shumë në aspektin e nivelit politik ku është Kosova. Sepse ti kesh 51%, pra demokracia popullit i Kosovës ta ka dhënë 100% në qeverisë, gjithë qeverinë. Dhe të vendosësh ta dërgosh vendin në krizë të vazhdueshme është ma tepër mendësi, Adriatik. Është mendësi që mbijeton krizë, ekziston krizë dhe në krizë promovon veten dhe pretendon mirëmbajtjen e vetës. Ju në takimin e parë menduat se do të arrini një marrëveshje, do të ketë ndonjë logjikë si teset përpara? Në takimin e parë flisnim për konsenzus për marrëveshje politike, por të dyja dërgonin drejt një presidenti. Pra, po të kishim një marrëveshje politike, LDK do të propozonte kandidatin, me qenë se e kemi tani Vjosën këtu kandidate, Vjosa do të ishte një emër me të cilin unë si kryetari i LDK-s do ta shtyja përpara pas një me plot burrje, me plot krenari. Më pas nga kërkuan në shkrimet, kur dole në shkrimet nga kërkuan data, kur doli data nga kërkuan ngjyra në shkrimeve. Ishim pretekstet parëndësishme, por... është vazhduar të interpretohet çështja në shkrimeve, a kanë qenë pikërisht për zonin Osmani, apo kanë qenë në thelb ndryshet menduara, kanë qenë gjitha që ndrojnë mbrapa? Në thelb ata çfarë s'garantonin asnjëherë, Adriatik. Ata që s'garantonin asnjëherë ishin votat për Vjosën. Pra, asnjëherë. Përkundrazi, më thonin se si kanë. Tani unë e kuptoj, mund të ketë ndonjë arsyetim logjik pse s'bën, por arsyetimi më thuhet se më duhet dikush që bën binjakëzime të shoqatave, për mu përbesë është i shqetësues. Dhe në këtë pikë duhet ta kuptoni se nuk ka pozitë, nuk ka post, nuk ka privilegj as zëvendës kryeministër, as kryetar kuvendi që më tjetërson bindjen se Kosova duhet të ketë balancë demokratike. Edhe sikur të ishte një gjendje e tillë politike aktuale në vend, edhe sikur se të zgjohesh unë politikisht sot, si veprimtar politik, i zhdosh më nisë organizimin për me rënu atë gjendje të tillë. Lere më të qenë shkaktari një gjendje të tillë. Pra dhe sikur të ishte një gjendje reale, që një parti ka të gjitha, atëherë është obligim patriotik i secilit prej neve, që të bëjë një përpjekje që mos lejoj një monizëm politik në çfarë është. Zoti Kurti ka vazhduar duke thënë ju asnjëherë s'keni propozuar emra konkret, as ju, as PDK-ja me cilët është takuar. Ne kemi pas diskutime dhe kemi pas edhe pozicionim konkret. Kam thënë fillimisht në takimin e dytë, nëse s'ka bëj Vjos, ka qenë takimi i dytë, kur kam thënë po më njëherë mas takimit të dytë, kam thënë nuk kemi vota kundër Vjosës Osmanit, ju lutem na tregoni pozicionin tuaj. Ja keni bërë të qartë. Patjetër. Edhe publikisht. Edhe publikisht në konferencë. Por në konferencë jeni pyetur dhe keni dhënë përgjigje, por është diskutuar takim. Shqetësoni, në takim është thënë qartë që nuk ka mbështetje për presidentin Osmani për të vazhduar një mandatutje nga vetëvendosja.